Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit tashmë nga jeta e artistëve shqiptar, konkretisht tek Brikena dhe Mateo. Ndoshta janë shumë të shpeshta lajmet për Brikenën edhe për Mateon, por në përgjithësi unë mundohem që të sjell sa më shumë pranë jush momentet më të fundit, çfarë po ndodh mes jetës së çiftit, cilat janë të rejat e tyre më të fundit dhe çfarë do të merr rrugtimi i tyre. Tani, në kohën kur Mateo ishte në Big Brother, sepse kaluan të plota pothuajse 2 muaj që ka përfunduar Big Brother, 1 muaj e gjys, lindte pyetja përse Mateo është kaq i favorizuar jashtë, përse Mateon e duan kaq shumë jashtë dhe përse janë në gjendje të gjithë shqiptarët që të votojnë masovikisht që Mateo të ishte fitues. Dhe pikërisht përgjigja që unë shpeshherë në për të gjitha intervistat që e jepja edhe te kolegët e mi në për platformat e tyre digjitale, kam thënë një fjalë të vetme. Mateo është djalë modest, pa marrë parasysh sa klikime ka, pa marrë parasysh sa followers ka, pa marrë parasysh çfarë fame ka, në fund të ditës Mateo është djalë modest dhe pikërisht kjo gjëja e ka bërë që Mateo të jetë i favorizuar dhe të jetë i dashur tek i gjithë publiku shqiptar. Ne jemi mësuar nga personazhet publik, nga figurat publike, që në momentin që ato marrin një titull, marrin një karige në jetën e tyre, ato ndryshojnë 360 shkallë, bëhen të pakapshëm, bëhen të paprekshëm, nuk mund të kesh qasje te këto, dhe pikërisht Mateo nuk e ka përzgjedhur këtë rrugtimin. Mateo hyri në Big Brother për të treguar vlerat e tij, domethënë jo për të ndërtuar imazh, për të treguar vlerat e tij, por të qenurit të tregosh vlerat e tua, domethënë të qenurit të japësh vlerat e tua, ti në atë rrugë ndërton edhe famën, ndërton edhe klikimin, ndërton edhe gjithçka. Unë mendoj se e mira, dhe besoj fort në këtë gjë, se e mira me të mirë shpërblehet. Dhe në këtë rast, domethënë shoh një Mateo që i shpërblen të gjitha gjërat me të mirën e tij. Nga ana tjetër, më duhet ta potencoj, domethënë, Mateo Bori ditën e sotme ka bërë një veprim. Tani pse unë i thash të gjitha këto gjërat? Sepse lidhen me këtë veprimin që ka bërë Mateo. Në shumicën e rasteve, domethënë pasi që janë të shumta dhuratat që ndahen për Mateon, pasi që janë të shumta, është i shumt respekti që bëhet për Mateon, Mateo ka vendosur që të ndanë një moment fantastik që i përket pikërisht atij. Dhe momenti është që Mateo, domethënë, ka ndarë një diçka fantastike me të gjithë fansat. Bëhet fjalë për një lule falënderimi, por nuk e ka kuptimin lulja, sa e ka kuptimin shkrimi që është në këtë lule. Domethënë Mateo ka marrë një mbështetje të jashtëzakonshme, duke i thënë një herit të njëjtit që ti je fituesi i publikut shqiptar. Ti je fituesi i publikut shqiptar. Ti je fituesi i zemrave të publikut, që domethënë kjo është ajo merita më e madhe që ti mund ta marrësh si moderator, që ti mund ta marrësh si gazetar, që ti mund ta marrësh si artist, që ti mund ta marrësh si këngëtar, që ti mund ta marrësh si një personazh i dëgjuar. Dhe pikërisht në këtë rast, domethënë Mateo Bori, pasi që është një personazh publik me një vlerë jashtëzakonisht të madhe, publiku ja dëshmoi edhe një herë që pikërisht në atë natë të finales që ishte në Big Brother VIP Albania,
Mateo ishte personazhi më i votuar dhe personazhi më i dashur i publikut shqiptar. Dhe në këtë rast, domethënë Mateo e ka manifestuar këtë gjën, sepse në momentin që ti domethënë e ndan me publikun, në momentin që ti ja tregon publikut, ti e manifeston këtë gjën me publikun dhe Mateo e ka manifestuar. Domethënë e ka jetuar këtë moment dhe ndjehet jashtëzakonisht i lumtur që publiku shqiptar i jep vazhdueshëm këtë mbështetje. Mateo me patjetër që premtimet e tij do t'i mban, do të rikthehet shumë fuqishëm tek të gjithë ne, do ta dëgjojmë, do ta shikojmë, do ta duartrokasim, do të jemi pranë tij në të gjithë rrugtimin dhe etapën e tij në jetë dhe besoj që Mateo do të na dhuron një energji fantastike, do të na dhuron një pozitivitet, ashtu siç ka ditur të na dhurojë në Big Brother. Domethënë Mateo mundohet çdo ditë që gjërat më të bukura dhe më të veçanta, të cilat i merr në jetë t'i ndan me ne. Domethënë kjo rrjedh nga një respekt i jashtëzakonshëm që Mateo si personazh publik ka tek të gjithë fansat e tij dhe përtej fansave, sepse këto fotografi, këto momente kalojnë përtej fansave. Dhe mua kjo gjë më pëlqen shumë, që domethënë tek Mateo dhe tek jeta e tij dhe tek karakteri i tij dhe tek njeriu i tij nuk ka ndikuar asnjë gjë, nuk ka ndikuar asnjë gjë për të ndryshuar rrugtimin e tij dhe për të sjellur domethënë një Mateo krejtësisht tjetër. Domethënë unë shoh një Mateo pozitiv, shoh një Mateo me energji të mirë dhe shoh një Mateo i cili është gati për të udhëtuar në këtë rrugën e bukur të famës. Domethënë është gati për ta jetuar dhe për ta shijuar këtë rrugën e bukur të famës. Unë ju uroj të gjitha të mirat, me patjetër që unë si gazetar dhe kanali Monitor TV do të jetë besnik në rrugtimin e Mateos, do ta ndjekim në mënyrë të jashtëzakonshme dhe do të jemi me të pranë tij për të sjellur të rejat më të fundit se çfarë bëhet me jetën e tij dhe me patjetër, me padyshim, edhe me jetën e partneres, domethënë të Brikenës. Domethënë jemi këtu për ju, jemi këtu pranë jush në këtë rrugë të hapur për të sjellur ngjarjet më të bukura dhe për ta jetuar këtë moment që realisht ka një vlerë të jashtëzakonshme. Unë tashmë do të sjell edhe videot e radhës në oraret në vazhdim. Ju vazhdoni të qëndroni me mua, vazhdoni të jeni besnik në kanalin Monitor TV për të na dhuruar një energji të bukur, për të na dhuruar një moment që ne duam realisht ta marrim edhe nga ju. Komentoni në komente si e shikoni ju veprimet e Mateos, si vlerësoni në fakt këto veprime dhe çfarë lë të nënkuptohet Mateo me këto mesazhe. Domethënë, këto mesazhe ndoshta janë në një farë forme edhe një rigoditje për produksionin, por unë nuk e shoh të tillë, me thënë drejtën, unë e shoh thjesht një mbështetje të madhe kundërdrejt Mateos nga fansat e tij, nga njerëzit të cilët i kanë qëndruar besnik në këtë rrugtim të jashtëzakonshëm. Dua të marr mendimin tuaj dhe ju përshëndes.